Sot është dita botërore e radiomotorizmit. Pra, si sot para 101 vitesh është themeluar organizata botërore e radiomotorëve, edhe çdo 18 prill festohet kjo ditë. Është sport, veprimtari tekniko-shkencore, edukative, edhe ndihmë për komunitetin në rast të emergjencës civile. Kur gjitha sistemet e tjera bin poshtë, për arsye të stuhive diellore apo tërmeteve apo fatkeqësive natyrore, radiomotorët komunikojnë me njëri tjetrin përmes antenave, baterive, nuk kemi lidhje me internetin, s'kemi varësi nga sistemet e tjera, komunikimet e tjera. Mjafton një radio e thjeshtë, mënyra më e thjeshtë e komunikimit është me telegrafi, kodin Morse, megjithatë edhe me foni, me mikrofon, ose me mënyra digjitale ku transmetojmë dhëna në shpejtësi të lartë, është i mundur komunikimi. Distanca më e largët është Zelanda e Re, është mbi 18.000 kilometra distancë. Amerika e Jugut, Amerika e Veriut janë zakonshme, Europa janë fare të zakonshme, Japonia nuk kemi probleme. Ndërsa një fatkeqësi, një ngjarje që ka ndodhur para shumë vitesh, ishte në Theth, pat një ngatresë, radiomotorët ishin poshtë, edhe një operator lajmëroi organet e policisë në Shkodër përmes radios, përmes një radiomotori tjetër. U njoftu ambulanca që i doli përpara makinës me të plagosurin. Në atë kohë, në atë zonë nuk ishte fare telefoni, telefona fiks, radio tjera, edhe radiomotorët bëjnë të mundur këtë komunikim.